Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin e përditshëm Zgjohuni me ne. Data sot shënon 27 nëntor dhe ne si çdo ditë tjetër do të udhëtojmë së bashku në histori, art dhe kulturë. Do të vijmë fillimisht të flasim për ngjarjet që lanë gjurmë në histori. Në vitin 1895, në një dhomë të qetë në Suedi, Alfred Nobel, shpikësi dinamitit dhe një njeri i shqetësuar për ndikimin e shpikjes së tij, nënshkroi testamentin e tij të famshëm. Ai vendosi që pasuria e tij të përdorej për të krijuar çmimet Nobel, duke u bërë një simbol i paqes dhe përparimit shkencor. Në vitin 1912, në mes të trazirave të luftrave ballkanike, qyteti i Durrësit ra nën pushtimin e ushtrisë serbe. Ishte një periudhë e errët për popullsinë shqiptare, ndërsa fuqitë e mëdha po luanin lojrat e tyre gjeopolitike në Ballkan. Në vitin 1940, në prag të luftës së dytë botërore, Rumania nënshkroi një marrëveshje për të bashkuar me Boshtin. Ky akt e përfshirë vendin në një konflikt global, duke shkaktuar pasoja të thella për popullin rumun. Në vitin 1971, 57 shtete myslimane u bashkuan për të themeluar Organizatën për Bashkëpunimin Islamik, një moment historik që synonte të krijonte unitet dhe zë të përbashkët për myslimanët në mbar botën. Në vitin 2005, Angela Merkel, një grua që sfidoi barrierat, u betua si kancelarja e parë femre e Gjermanisë. Ajo do të bëhej një nga lideret më të fuqishme të botës, duke udhëhequr Gjermaninë në sfida të mëdha. Do të vjojmë të flasim për lindjet e datës 27 nëntor. Në vitin 1701, Anders Celsius, shkencëtari suedez që na dha shkallën Celsius, një emër që dëgjojmë çdo ditë kur përmendim motin. Në vitin 1874, lindi Chaim Weizmann, presidenti i parë i Izraelit, një lider që udhëhoqi popullin hebre në një periudhë të trazuar të historisë. Në vitin 1940 vjen në jetë Bruce Lee, legjenda e arteve marciale dhe ikona e kulturës pop. Ai ndërtoi një trashëgimi që frymëzon miliona ndjekës të arteve marciale dhe filmave të aksionit. Në vitin 1955 vjen në jetë Bill Nye, një nga zërat më të dashur të shkencës në kulturën pop, i njohur si njeriu i shkencës. Ai lindi për të bërë shkencën argëtuese dhe të aksesueshme për të gjithë. Në vitin 1980 vjen në jetë Dido, me zërin e saj të veçantë dhe këngë që prekin zemrat. Këngëtarja britanike Dido lindi për të sjellë emocion përmes muzikës. Data 27 nëntor nuk shënoi vetëm lindje, por gjithashtu edhe vdekje të personazheve të rëndësishme. Në vitin 8 para erës son, vdiq Horaci, një nga poetët më të mëdhenj të Romës së lashtë. Ai na la me vargje që flasin për dashurinë, natyrën dhe jetën e përjetshme. Në vitin 1852 ndron jetë Ada Lovelace, një grua që sfidoi kohën e saj, matematikane që krijoi programin e parë kompjuterik, duke u bërë pararendëse e epokës teknologjike. Ken Russell na la në vitin 2011, një regjisor i njohur për vizionin e tij të guximshëm dhe novator në kinematografi. Në vitin 2020 na la Diego Maradona, një ikon e futbollit që mahniti botën me talentin e tij, por që u largua nga kjo jetë duke lënë pas kujtime të paharrueshme për miliona tifoz. Tani u ftoj të ndiqni rubrikën Edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të bamjeve. Bamjet, një ushqim që pëlqej nga një pjesë e vogël e popullsisë, por me vlera të mëdha në organizmin ton. Kanë pak kalori. Bamjet përmbajnë vetëm 30 kalori për 100 gram dhe sugjerohen për të gjithë ata që duan të bija në peshë. Nuk përmbajnë yndyrna të ngopura apo kolesterol. Bamja kështu kthehet në një perim ideal për personat që vuajnë nga kolesteroli. Shërben si një balancues sheqeri, ndihmon për të stabilizuar nivelin e sheqerit në gjak, duke ngadalësuar përthithjen e saj nga stomaku, duke kontrolluar në mënyrë dhe diabetin.
Përmban shumë fibra dietetike. Ky perin vepron si një laksativ natyral, duke ndihmuar në tretje. Bamja gjithashtu ndihmon bakteret e shëndetshme që ndodhin në zor, si dhe ndihmon në ruajtjen e balancit të pH-it në traktin tretës. Është e pasur me vitamina A dhe antioksidues të tjerë, duke qenë se bamja është e pasur me beta-karoten, lutein dhe ksanin, që së bashku me vitaminën A ndihmojnë në përmirësimin e shikimit, si dhe mbajnë lëkurën të freskët dhe të shëndetshme. Përdorimi i bamjes ndihmon dhe në parandalimin e kataraktit, si dhe vlerësohet për parandalimin e njollave dhe ankneve. Si pasojë e sasisë së madhe të antioksidantëve dhe fibrave që përmbajnë bamjet, ato shpesh lidhen me parandalimin e radikaleve të lira. Bamja është e pasur me vitaminë C, duke qenë se vitamina C shërben dhe si një antiinflamator. Bamja është një zgjidhje e mirë për të ulur simptomat e azmës dhe për të parandaluar të ftohtin. Përmban përqindje të larta të acidit folik. 100 gram bamje përmban rreth 22% të sasisë ditore që i duhet trupit të njeriut. Mbi të gjitha, është tejet e këshillueshme gjatë shtatzanisë, pasi ndihmon në parandalimin e defekteve në lindje. Ushqimet me acid folik ndihmojnë gjithashtu edhe në pastrimin e mushkujve. Është e pasur me minerale. Bamjet ka nivele të larta të mineraleve që i duhen një organizmi për të qenë i shëndetshëm, përfshirë këto hekurin, kalciumin, magnesin. Përmbajnë dhe vitamin K. Kjo vitamin është shumë e nevojshme për shëndetin e kockave. Për biografinë e ditës së sotme kemi zgjedhur të flasim për Dido, zëri që prek zemrat. Kur dëgjon këngë si Thank You apo White Flag, je i sigurt që je duke dëgjuar një zë që prek çdo emocion të shpirtit. Ky zë i përket Dido Armstrong, këngëtares dhe kantautores britanike që ka fituar zemrat e miliona njerëzve me talentin dhe ndjeshmërinë e saj artistike. Dido lindi më 27 nëntor të vitit 1980 në Londër, në një familje me një prirje të fortë artistike. E rrethuar nga tinguj muzikor që fëmijë, ajo mësoi të luante klarinet, piano dhe violin që në moshë të re. Dido nuk ishte thjesht një vajzë me ëndra, ajo ishte një artiste e lindur e cila e ndjente muzikën si pjesë të pandashme të vetes. Rruga drejt suksesit nuk ishte e lehtë, por këngët e saj të para, të mbushura me tekst të thellë dhe melodi të buta, filluan të tërhiqnin vëmendjen e publikut dhe industrisë muzikore. Albumi i saj debutues, No Angel, në vitin 1999, shpërtheu në skenën muzikore botërore me këngë si Here With Me dhe Thank You, e cila u bë edhe kolon zanore e hitit të Eminem. Dido u kthye shpejt në një nga emrat më të dashur të muzikës pop. Albumi i saj i dytë, Life for Rent, në vitin 2003, e vullosi famën e saj me këngën ikonike White Flag. Ajo nuk ishte thjesht një këngëtare, ajo ishte një rrëfyese historish, një artiste që ndërlidhte emocionet njerëzore me melodinë. Stili Didos ishte një përzierje e veçantë midis popit, elektronikës dhe muzikës akustike. Ajo nuk kërkon të bëjë zhurmë, në vend të kësaj ajo i fton dëgjuesit në një udhëtim të qetë, por të thellë. Pavarësisht suksesit global, Dido ka mbetur gjithmonë me këmbë në tokë. Ajo ka preferuar të jetojë një jetë larg kamerave dhe thashethemeve, duke ruajtur privatësinë e saj dhe duke u fokusuar në atë që di të bëjë më mirë, të krijojë muzikë që prek zemrat. Do të vjojmë me rubrikën Kuriozitete, ku sot kemi përzgjedhur një kuriozitet nga botanika. A mund të komunikojnë pemët mes tyre? Po, pemët mund të komunikojnë mes tyre dhe kjo ndodh përmes asaj që quhet rrjeti i kërpullave nën tokë ose Wood Wide Web. Rrënjët e pemëve janë të lidhura me kërpurdhat mikorizale, të cilat krijojnë një rrjet të ndërlikuar nën tokë. Përmes këtij rrjeti, pemët dërgojnë njëra tjetrës ushqim, minerale dhe madje sinjale paralajmëruese për sulme nga dëmtuesit apo kushte të pafavorshme. Për shembull, një pemë sulmuar nga insektet
mund të dërgojë sinjale kimike që paralajmërojnë pemët pranë saj të forcojnë mbrojtjen e tyre natyrore. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me vranësira dhe kthjellime. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 16 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 7 metër për sekond, çka do të bëjë të krijohen dallgëzime 1 deri në 2 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 6 deri në 14 gradë Celsius, Kukës 3 deri në 12 gradë, Peshkopi 3 deri në 13 gradë Celsius, Tiranë 7 deri në 14 gradë, Durrës 6 deri në 14 gradë Celsius, Kavaj 6 deri në 15 gradë, Elbasan 2 deri në 15 gradë Celsius, Berat 6 deri në 15 gradë, Korçë 0 deri në 12 gradë Celsius, Vlorë 6 deri në 16 gradë, Gjirokastër 0 deri në 11 gradë, Sarandë 5 deri në 15 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 11 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond në drejtimin jugor, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica 3 deri në 11 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 10 gradë, Skënderaj -1 deri në 10 gradë Celsius, Pej 5 deri në 11 gradë, Prishtinë 2 deri në 10 gradë Celsius, Gjakov 0 deri në 9 gradë, Malishev 3 deri në 10 gradë Celsius, Gjilan 0 deri në 10 gradë, Ferizaj 2 deri në 11 gradë Celsius, Kaçanik 3 deri në 11 gradë, Suharek 3 deri në 10 gradë Celsius, Prizren 3 deri në 10 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.